Profeti alayhi salam thot në një hadith: ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Friksoju Allahut kudo që t'jesh. Të keqen pasoje me të mirë, bëhet shkak që ta fshij atë. Dhe sillu me njerëzit me sjellje të mirë. Hadithi është i saktë, transmetohet tek Tirmidhiu. Vllai i nderuar, me u friksu të madhit Zot, me bë punë të mira. Ne jemi njerëz, gabojmë. Me u pendu tek Allahu i lartësuar, me bë sa më shumë vepra të mira, në mënyrë që këto të mira t'i fshin të këqijat. Dhe mos harro, sjellja në Islam ka një rëndësi tepër të madhe. Dhe sillu me njerëzit, pra me sjellje të mirë. Lutë Allahun e lartësuar që të na bëjë prej atyre që i friksohen Zotit. Bëjmë punë të mira dhe sillen mirë. Amin.